për të dhënë opinione, për të bërë pyetje, për të sugjeruar, sepse si thash në krye të herës ky është një produkt i cili është bërë me biznesin për biznesin. Po, sigurisht që në vijim të këtij panelit të parë do të kemi panelin e dytë ku do të marrë pjesë Ministri i Financave, nga përfaqësuesit e bankave, Ministri për Pushtetin Vendor, dhe më pas do të kemi një panel tematik i cili ku do të marrë pjesë Ministri i Kulturës, Turizmit dhe Sporteve dhe Ministri i Bujqësisë. Dhe si tha kryeministri, pas ditës së sotme ne do jemi shumë aktiv që të jemi kudo në territor për të pasur një komunikim të drejtpërtdrejtë me biznesit së bashku me bankat. Nuk e di nëse ka pyetje apo komente. Përshëndetje. Një pyetje kam për ty unë, pas të bësh pyetja. A ke marrë pjesë në mbledhje që s'ke bërë pyetje? Unë jam krenar që... Që bërë pyetje, vazhdo. Jam krenar që jam pjesë e kësaj iniciativë që ka marrë qeveria, sepse bashkë me zëvendës ministrin, me ministrin, jemi pjesë që nga 2024, ku ju na e premtut këtë. Atë kjo si paket është shumë e mirë, mund të them është produkti më i mirë që ka nxjerrë qeveria, sepse ka disa shtesa për sa i përket imobiliarëve, ka disa shtesa që janë të shumë të mira. Por ka një handicap të madh, ka dy handicape të mëdhenj, sepse flitet veç për SME-t, me fjalë një biznes që ka 250 punëtor, një që ka 251 nuk e përfiton, që është e para. Dhe handikapi më i madh është që nuk mund të përdoret për kapital qarkullues dhe për lëndë e para, që për transformimin që ne kemi fol me vite, ky është një handikap i madh sepse nuk na ndihmon. Atëherë, nëse kjo do ishte një situatë normale, normalisht që është një mekanizëm fantastik. Por duke pas parasysh situatën që është manufaktura, kur rënja është me 2 shifra, muajin e kaluar ishte 14%, e vën në vështirësi shumë biznesin që të shkojë me ardhje, që të shkojë me investu. Kjo ka veç një faktor që më bëhet qefi se jemi gjithë bashkë, si me guvernator, me ministrin, ka veç një emërës të përbashkës, është euro. Ne kemi një rënje nga 3 vitet e fundit gati 33%. Sipas dënëve të bankës janë 5 miliard euro jashtë kontrollit bankave, dhe mund të shkosh në çdo pikë, në çdo market, ti shkon me bledh me euro dhe thot ne e marrim me kaq. Unë mendoj që këto ndikojnë. Kështu që ne kemi nevojë për ndihmë konkrete, ashtu siç po shihni me sy shumë pozitiv dhe është për tu përgëzuar, siç po shihni startupet, ku nga 3 milionë euro ja çut në 6 milionë euro dhe ku flasim këtu për biznese që punësoj një dhe në 3 veta, sepse një fotograf, një parukier, këto janë bizneset pjesa më madhe startup, kurse kur vjen puna për sektorin ton, i cili punëson 60.000 veta, në thoni shkoni marrni kredi. Kështu që unë mendoj që qeveria duhet injektoj paratë të cilat, themi drejtën, edhe ka përfituar nga rënja e euros, sepse borxhi jashtë nga 78% ka rënë 52%, dhe kjo është një avantazh për qeverinë. Kështu që një pjesë të atyre parave që qeveria, me që jemi ortak, me që qeveria ka përfitu nga kjo rënje borxhit jashtë, e mbylla. Faleminderit. Se ne kërkuam pyetje, megjithatë të dëgjova, sepse edhe kjo është një fjalë që e kam dëgjuar ka vite. Për fat mirë tani nuk jemi më në të njëjtën fazë, sepse për fat mirë tani në atë që ti e quajtë e manufakturë, por në fakt nuk është eksaktësisht termi duhur. Kemi dy panorama, nuk kemi më një. Kemi fasonet që janë kthyer në manufakturë dhe fasonet që kanë bërë fason. Janë dy. Tani të kërkosh që të ndalësh kohën me subvencione dhe me injeksione të cilat janë vetëm për të zgjatur agoninë, është legjitime ta bësh, por nuk është absolutisht e bëshme kjo për qeverinë. Qeveria
Qeveria nuk mund të ndihmojë ndaljen e kohës dhe nuk mund të harxojë asnjë qindar nga taksat e qytetarëve për realitete që koha i ka lënë mbrapa. Dhe e thash në fillim që kur këtë gjë e thosha në momentet e para kur ky fakt filloi të bëj i dukshëm, ndeshesha me shumë reagime negative, sepse akoma nuk ishte bërë ndarja. Ndërkohë që sot ne kemi ndarje. Kemi fasone që janë thyer në manufakturë dhe që nuk kanë më probleme të tilla. Koha kur krau i liri punës ishte avantazh konkurrues, ka vdekur miku im. Ka kohë që ka vdekur. Dhe sa më shumë të bashkëjetoni me të vdekurin, duke dhënë ushqyer vete me iluzioni që do ngjallet, aq më shumë koha do t'ju lëri mbrapa. Nuk e kam për ty personalisht, flas për atë pjesë të sektorit që i referohet në mënyrë të vazhdueshme euro, duke pasur gjithmonë në backgroundin e mendjes edhe gjithë ekonomistët popullor që forcimin e euros, forcimin e lekut, e lidhin me narko regjimin. Një banalitet absolut, që nuk e mbështet dot në asnjë lloj teorie reale ekonomike. Forcimi i lekut është sukses i ekonomisë shqiptare. Nuk është absolutisht diçka për të vënë kuje. Është sukses, është një nga treguesit më kokfort të suksesit tonë. Dhe nuk ka të bëjë fare me atë shpjegimin popullor të atyre që i thon vetes analist dhe që i thon vetes katalist edhe që nuk di çfarë flasin. Sepse në një vend ku miliarda e miliarda hynë çdo vit. Miliarda e miliarda hynë çdo vit. Nga ekonomia reale, 8.5 miliard, po të kemi parasysh kombinimin e turizmit me investimet e huaja, të flasësh tashti për narko e për gomarrëllëqe të tilla, mund të përkthelesh shumë vesh që kanë nevojë vetëm për lajme të këqija, por nuk ka lidhje fare me realitetin. Nuk ka lidhje. Është pa lidhje. Sepse nëse do të ishte e vërtet, do të ishte një alarm që nuk do vinte nga kanalet e informimit me si ata që i bien violinës me vesh. Po do vinte nga kanalet institucionale të organizmave ndërkombëtare, financiare që ndjekin ekonominë tonë me lupë. A ka ekonomi informale në Shqipëri? Patjetër që ka. E ky është një problem për ne, është